kesh. Atëherë, ke ardhur me një pankartë. Të cilën e kam bërë vetën e shumë dëshirë në kënaqësi. E ke bërë vetë? Patjetër që po unë jam arsimtar me profesion. Dhe kam shumë dëshirë pikturën, Infrastrukturë, arsim, punë, luftë kundër korrupsionit. Të paktën në bashkëjetim me janë bërë rrugë të cilat më përpara janë prishur sa ndreshë dhe se janë bërë as pak me parametrat e duhura. Infrastruktura, për sa i përket arsimit. Arsimi po degradon. Mësuesit i kanë pakësh më të ullët në rajon dhe vetëm kaq për kanë ullur dhe pikët e vjetërsisë në arsim. Gjithë arsimtarët i kanë degraduar. Kaloj dhe punësimi. Me 10 të rinj, djali im është emigrant në Itali, ndërkohë ka marrë studimet e larta këtu në Shqipëri dhe rishë brenda shtetit italian. Kalojmë te luftën kundër korrupsionit. Gjithandej shohim korrupsion në arsim, shëndetësi dhe bujqësi, në blegëtori. Të shëndetësia. Këtu do të ndalem një çik sepse nëna ime la jetën. Në kohën e Covidit su dha një ndihmë, su dha një pikë, su dha makinat e duhura në 2020. Dhe kjo është qeveria. Unë në rrogën time ndalen më shumë se 200.000 lekë të vjetra dhe unë të gjitha ilaçet i marr me lekë, pari bursim. Dhe bujqësia, gjitha subvencionimet që vijnë nga Bashkimi Evropian, të gjitha fondet AGBR, asnjëherë nuk vjen në dorë të fermerëve. Pensioneve vjera dhe virim kanë një pension minimal të qesharak, 120 lekë të vjetra, 120.000 lekë të vjetra, i sudalin as për ilaçe dhe për asgjë të tepër. Ekonomia sigurisht është në renie përderisa kemi imigracion, të pandarshme dhe ekonomia është në renie. Sepse prodhimet tona Roskovici është një zonë të cilën prodhohen shumë, prodhimet janë mbledh më shumë me sera, dhe serat e eksportohen jashtë, por ka momente që fermerët i gjitha prodhimet nëpër kanale në lumin Sema, në mbushin atë plot. Kjo është arsyeja. Qeveria e dështuar në Gjitha këto aspekte jo vetëm kaq, por do të përmend edhe imigracionin, që është dështuar në gjitha, po. E sa ta ditësh që proteston? Era i 6. Që vimi në Shqipë dhe me një posto, se s'të thashë vi nga Roskoveci. Është era i 6 shumë dhe në protestë. Mendon që kryeministri me qenë se ti edhe arsimuar, je arsimtare. Mendon që kryeministri me fjalitë e tij dhe me mënyrën se si trajton protestuesit është i gatshëm të dorishë? E shikon si një luftë këtë apo si një qëllim? Ka dëshirë, por duhet të dorëhiqet. Ja dhe e ka Edi Rama. Ta shikoj populli, më live se ka s'ka ku të vej asnjëherë. Ka pjesëmarrje masive, ai duhet jap dorëhiqje, të ketë pak sedër. Ardua nuk i ka parë? I ka parë dhe E ka parë dhe nëse s'do ka dëshirë ta shohë ne informojnë të tjerët. Se prandaj ka patronazhistët. Prandaj ka. Nesër, nëse do kemi protestë, do vish me një pankartë të re apo do vazhdosh? Absolutisht me pankarta të reja, çdo protesti me pankarta të reja. I bëj gjithë natën e vi nesër prapë. Jam kaq e gatshme. Po. Edhe pse jam larg. Por ato s'e kanë mbajtur të vish. Absolutisht, edhe me koston time. Si e shef sot protestën? E shoh shumë madhështore dhe kam besim se Edi Rama do t'jap dorëheqje. Duhet ta jap më një herë. Ke ndjesi këtë apo? Ndjesi, të them të drejtën. Se them të paktën njeriu ka një fije sedre dhe dua ta vë atë në zbatim. Ky është momenti i duhur, ti ke mendjer dhe vetëm kaq. Do e falin gjithë shqiptarët, vetëm ti ki. Unë kështu mendoj. Tani unë të ftoj ta shijosh protestën. Ne jemi këtu për çdo gjë, kështu që do të shikojmë. Faleminderit shumë.